Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia është marrë në pyetje në prokurori në lidhje me kallëzimin që është bërë ndaj tij për ndërtimin e parkut të lodrave pranë liçenit artificial. Burime nga organi i akuzës kanë bërë me dije se Velia është shpytur mbi bazën ligjore me të cilën është nisur ndërtimi i parkut dhe ndikimin që ka në mjedis. Kryetari i Bashkisë ka pohuar se kishte kërkuar një vlerësim konkret nga Ministria e Mjedisit, e cila konfirmonte se ndërtimi i parkut nuk kishte ndikim negativ në mjedis. Velia është marrë në pyetje mbas ditën e së premtes, ndërsa ka qenë i shoqëruar dhe nga nën kryetari i Bashkisë Arbi Mazniku. Në lidhje me këtë hetim, prokuroria ka marrë në pyetje edhe persona të tjerë, ndërsa pritet që javën që vjen organi i akuzës të vendosë mbylljen e saj. Marrë në pyetje kanë konfirmuar dhe vetë Veliaj, i cili gjatë një reagimi në Twitter ka pohuar se kishte sqaruar prokurorinë se tashmë në këndin e lojrave nuk kishte as kafe dhe as pallate. Hetimet në lidhje me ndërtimin e parkut kanë nisur pas denoncimit të shoqërisë civile, që kundërshtonte ndërtimin e këndit të lojrave në zonën e liçenit artificial, ndërkohë në gjykatën administrative vijojnë proceset civile.